Në kuadër të hetimeve të zhvilluara nga seksioni për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare, në bashkëpunim me seksionin për mbështetjen operacionale të hetimit, në drejtimin e prokurorisë, pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë, u finalizua me sukses operacioni policor i koduar Matësi. Si rezultati i operacionit, u arrestua për veprat penale, shpërdorimit e detyrës dhe korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike, shtetasi me iniciale MS, 35 vjeç, me detyrë shef ekipi për lexuesat e matësve të energjisë elektrike, pranë OSSH Vlorë. Ky shtetas u kap në flagrancë duke marrë 100 euro nga një subjekt privat me qëllim favorizimin për pagesën e energjisë elektrike nëpërmjet ndërhyrjes në aparatin matës. Gjatë operacionit, u arrestua në flagrancë edhe shtetasi me iniciale LH 42 vjeç për veprën penale, largimi i të burgosurit nga vendi i qëndrimit, pasi u konstatua së bashku me shtetasin me iniciale MS, duke thyer masën e sigurisë, arrest në shtëpi për veprën penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Në kuadër të këtij operacioni, në cilësinë e provës materiale, u sekuestruan 100 euro, 2 celular dhe një automjet. Në drejtimin e prokurorisë, vijon puna për dokumentimin e rasteve të tjera të mundshme të kësaj veprimtarie kriminale dhe për identifikimin e shtetasve të tjerë të përfshirë. Materialet u referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.